se shqiptarët kena qef më konë, me thonë në i pari, po unë jam i pari që ja kom nisë ndihmave të mive, e din krejt, s'kam nevoj. Enver Idrizi është një emër i madh i karates botrore, i njohur dhe i respektuar nga të gjithë dashamirët e këtij sporti. Ish kampion bote, ai ka përfaqësuar me krenari vlerat e disiplinës, përkushtimit dhe suksesit në arenën ndërkombëtare. Në këto ditë festive, përveç angazhimit të tij profesional, Enver Idrizi ka treguar edhe anën e tij humane. Ai ka hapur një shtëpisë festive në sheshin e Prishtinës, ku ofron pije të nxehta për qytetarët gjatë ditëve të ftohta të dimrit. Të gjitha përfitimet e mbledhura nga kjo nismë do t'u dedikon fëmijëve me një prind duke sjell shpresë dhe mbështetje për ata që kanë më shumë nevojë. Ju e dini, jetoj në Gjermani dhe në Kroaci, atje kena bizniset tona, i kena tonat sendet. Ku mor iniciativë me shoqën teme këtu për me bo një barmirësi. Kur bo barmirësia s'ka nevoj me jam shu gjyksi, ta kupton, me ju kalzu botës që shku mbot diçka në kënde, po ku vendos 4 ditë vetë me punu, me i shërbi njerëzit, edhe kretë fitimi që shkon për të mitë, se unë pinot e nonë se finansoj shumë të mija, atje që janë babava, panona, që i duhet nevojat. Kjo është shumë mirë që jeni ardhë, se unë jam një pik e vogël në deti për njerëzve që i kanë tolla. Ka shumë njerëzve që ndoshta kanë qef me dhonë, po nuk din ku. E për të ta edhe kjo intervistë e mirë është që me pa dhe njerëzit tjerë për me ndihmu një një tjetër me jashtri donën se kur kush të vori, kur gjos ka me shu. Edhe për të ta kom pas vetë dëshirë mi shërbi njerëzit dhe kur po vinë njerëzit, Enver Idrizi qysh. Jo, nena rob të Zotit. Zoti më i madh, ne jena krejt njëri me tjetrin njëjtë. Edhe duhet mja nisë, mja shtri dorën, me ndihmu njëri tjetrit, me qenë solidar. Ai që ka ma shumë, pak mi dhon ati që ka ma pak andekende, dhe mja nisë me dash vllavin, që nesër në bërë një shtet që njerëzit marrin turizëm këtu në Kosovë. Që nga momenti kur qytetarët e kanë kuptuar qëllimin human të kësaj nisme, interesimi dhe pjesëmarrja e tyre është rritur ndjeshëm. Këtë janë befasum edhe këtë janë të lumëtër. Besoj që pjesën më të madhe njerëzit që po vinë edhe ka shumë njerëz shembull që si peshojnë këtu dhe po vinë dhe po ndihmojnë. Shembull, si ka ardhë Andi Hamburgi e Thirin, është i Kumanovës, miner ka ardhë, ka donë donacion të madhë për të mitë. Tëna është Armendi, është Bekimi, është shumë njerëzit tjerë që kanë dëshirë për me ndihmu këtu, Arsimi, Pizvistre, kush po vinë, Kristiani, këtë që po vinë, si peshojnë, këtë po vinë tonë edhe këtë jënë për mjedhon që të sende për me ndihmu njerëzve. Tu kur po vinë me të mi, ne kena qokoladën e Belgjikës, e kena qokoladën më të mirë, i kena venat e Kroacisë, kena pasta tartufi që kërkush as në Itali si ka ato, i kena krejt to, unë sa ma tepër po kam qef me punu dhe sa ma tepër me mledh donacion për mjavdon sa ma tepër të fëmijëve, kur gjë tjetër. Kjo është një nismë që ai e ka filluar i pari prej kohësh, me qëllim për krahjen e kësaj kategorie në nevojë. Jo këtu, veç Kosovë. Unë se shqiptarët kena qef më konë, me thonë në i pari, po unë jam i pari që ja kom nisë ndihmave të mive, e din krejt, s'kam nevoj, po edhe 3 luftat ju më konë full kyqën, 35 jenë punim Kosovës, edhe ju kom tonë edhe shumë misa, do që pëtojnë ne, s'kena bo kur gjo ne, kanë bo ata dëshmor të luftës edhe invalidet edhe veteranë. Qëllimi ti është që kjo nismë të bëhet shembull dhe të motivoj edhe të tjerët të kontribuojnë. Por që ata, mirë që keni ardhur ju këtu, që unë të kaltova, nuk ka nevojë me më shu gjyksi që jam ka bëjt diçka, po kjo mirë mi ditë njerëzit tjerë për me shku ma tutje, edhe me dhonë ato që duhet me dhonë, që mundet me dhonë. Se ka shumë milionere javlojnë qenve, porët, ma mirë mi adhëm popullit tonë se qenve mi adhëm. A i tashmë i ka adresat e sakta ku do të destinohet ndihma. Kam unë disa, që unë financoj shumë fëmijë dhe kam adresa dhe kam familje që s'kan kushtet mira, kredve javdoj maternë, jashtojnë pa problem. Enveri tregon ndjesim personale që i dhuron festa e vitit të ri, duke përcjell edhe një mesazh. Viti i ri 98-ën
mos e harroni edhe 2025-ën. Kena qatë liria, ama jena liri si kur është zogin dhomë, liria. Për me bo lirin e mirë, duhet me pas 3 segmente plus 3. Duhet me pas mas pari infrastrukturën e mirë, ekonominë edhe sigurinë e shtetë. Tona vjen sporti, kultura dhe arti. Ata janë 3 segmente mbi shtetë. Edhe tona këtu duhet me bo shumë ndryshimet majtë. Po ne kena ndryshune, për 20 vjetë jena ndër shtetet ma zhvillume. Po për mu zhvillu mirë, duhet me bo infrastrukturën me qenë në rend vetin, me pas rrugë si që duhet. Më ndaj për urbanizmin qendror të qytetit. Këtë kena shansa me bo shumë sendet mira që të regoha mas pari njerëz dhe marrë këtu në vizita edhe me pas një turizm edhe matë madhë, se Kosova e vogël është. Përsa ta mirë jena, vetëm duhet me shtri njëni dorën, me janis me respektu aj që është më i mirë me shku për para. A i shprehet se bashkëpunimi dhe ndihma mes qytetarëve janë themeli për ecjen përpara të shtetit. Krejt, momentalisht shumë bukur këto, kjo është perfekt është, po shumica e shteteve se ka Kosovën. Kosova ku me qenë Kosovë, edhe vetëm ne duhet pak një tjetër ndihmu, se normal që kena pas problem pi nacionalitetet e tjera, po tash kena i të vesh ne, po ne duhet një tjetër me përkro. Sot Enver Idrizi vazhdon misionin e tij si instruktor dhe ligjërues, duke ndarë përvojën dhe njohuritë e tij në vende të ndryshme të botës, ku frymëzon dhe ndihmon breza të rinj sportistësh. Komën në sport jam i angazhuar edhe në Kroaci edhe në Prishtinë, jam i angazhuar në shumë vende, unë jam instruktor në përket vendet në boj ligjërat edhe në Japoni, edhe në Amerikë, edhe në Kroaci edhe gjithku. Jo dhe unë këmëton, jam gjithë gatshëm për të mi tanë këtu në Kosovë 24 orë që ka duhet me ndimu. Unë jam i gatshëm, po adi qysh, të regova, duhet me janis, me jadan për barësina i që din. Unë nuk di me bo zida dhe me bo burek, ama për karate jam më i miri. A i u dërgon urime të ngrohta fëmijëve për festat e fundvitit dhe vitin e ri. Ju dëshiroj fëmijëve tanë, mësoni sa ma te për shkollë, mësoni boneni si cili me shkollë dhe ta bëjmë një Kosovë se ju i një ardhëmëria janë. Nestra ju keni më dhesh Kosovën, mësi këshirni këto partit në parlament që po përlandër me veti, jo jam ku mbo, a kështu, kjo ashtu, këta kanë me shku krejt, ju keni me jetë, ju i një ardhëmëria janë edhe Kosova e pavarur. Me këtë veprem, Enver Idrizi dëshmon se një kampion i vërtet nuk është vetëm ai që fiton medalje, por edhe ai që fiton zemrat e njerëzve përmes veprave të mira.